Soda e bukës bën mrekulli. Heqë rrullat e fytyrës, qafës dhe ju bën 10 vite më të reja, ja receta. Shumica e grave marrin trajtime të veçanta të fytyrës për të luftuar edhe procesin e plakjes. Ka produkte të ndryshme në treg që mund të ndihmojnë kundër problemeve të puçrave të fytyrës, pikave të errta, rrafëve të errët në sy dhe rrullave. Por shumica prej tyre janë të shtrenjta dhe humbasin efektivitetin e tyre për një kohë tepër të shkurtër. Ky antiinflamator i fuqishëm, antioksidues dhe agent antibiotik ka një gamë të gjerë të përfitimeve shëndetësore. Receta mund të ndiqet në këtë formë. Përbërësit që u duen janë uthull molle, sot buke. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Gjysma e gotës me ujë, gjysma e limonit, mjalt dhe pasi siguroni të gjithë përbërësit e nevojshëm, filloni me përgatitjen e kësaj recete. Hapat që duhet të ndiqni për realizimin e kësaj recete janë këto. Merrni ujin, shtrydhni limonin dhe i vendosni të gjitha përbërësit që përmendëm më herët. I përzieni mirë derisa të merrni një përzierje homogjene. Atë më pas e aplikoni në fytyrën tuaj dhe e lini të qëndrojë gjatë natës. Përsëriteni procedurën çdo natë përpara se të shkoni në gjumë për të paktën një javë, por nuk duhet ta përdorni gjatë ditës pasi mund të kundërveprojë me rrezet e diellit. Dhe gjithashtu nëse jeni alergjik ndaj do produkti tjetër, mos e përdorni këtë recetë. E domosdoshme për çdo familje. Soda e bukës është një përbërës i dobishëm si në kuzhinë, ashtu edhe në kujdesin tonë natyror. Është një përbërës që ka shumë përfitime për lëkurën, për flokun, për trupin dhe mund të përdoret si maskë natyrale për fytyrën, për mbështetjen e flokut, si zbardhues për dhëmbët ose skrap fytyre. Por çfarë i bën soda e bukës fytyrës suaj? Sipas zbrecajt në këtë video do të rendisim përfitimet e maskës me sodë buke për shëndetin tuaj të fytyrës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Soda e bukës është përbërës pastrues i cili largon papastërtitë dhe hap poret, duke parandaluar kështu formimin e pikave të zeza. Gjithashtu ka efekte të forta antibakteriale të dukshme. Falë konsistencës së saj, bëhet një shtresë e shkëlqyer natyrale, sidomos për lëkurën e shëndritshme dhe kompakte dhe pa të meta. Është e shkëlqyer për vetë pastrim të shpejtë të fytyrës në shtëpi, si përbërës të maskave natyrale të cilat do t'i japin rezultate fantastike në gjendjen tuaj, dhe si shtresë me veti të shumta bazuar në përbërësin me të cilën kombinohet, citon në revista Elle. Skrabi i fytyrës me sodë buke dhe mjalt gjithashtu mund të jetë një lehtësues shumë i mirë i gjendjes suaj, ndaj përdorimet e saj në mënyrë natyrale mund të jenë gjithashtu një zgjidhje efektive. Ato mund të japin trajtimet e duhura në rastin tuaj. Shtresa e bazuar me sodë buke dhe mjalt është perfekte për të gjitha llojet e lëkurës, duke e bërë atë më vitale dhe gjithashtu duke e mbështetur më mirë shëndetin tuaj të lëkurës. Është e rëndësishme që ta aplikohet me kujdes në lëkurën tuaj dhe të evitohet rasti sidomos kur keni edhe probleme të alergjive. Duhet ta aplikoni në fytyrë me një masazh të lehtë dhe ta hiqni gjithashtu edhe me ujë të ngrohtë dhe me një pastrim të butë. Nëse përzierja i shtohet limoni, fitoni një maskë eksofiluese kundër rrullave, të cilën mund ta lini fytyrën tuaj dhe ta lani për 10 minuta. Skrap fytyre me kos. Gjithashtu, soda e bukës me kos është ideale për të bërë një skrap hidratues dhe pastrues që është i butë për lëkurën. Për të përgatitur peeling, përzieni një lugë çaji sodë buke me një lugë me kos. Shtoni disa pika limon dhe masazhoni butësisht fytyrën. Mund ta lini përzierjen për 10 minuta dhe më pas duhet ta shplani fytyrën me ujë të ngrohtë dhe të hiqni çdo mbetje me peshqir. Skrap fytyre me sodë buke dhe vaj kokosi për një lëkurë më të ndjeshme. Bikarbonati kryen një eksofilim të lehtë, prandaj në kombinim me përbërësit e butë, si vaji i kokosit është perfekt për përgatitjen e eksofiluesve për lëkurën e ndjeshme. Për të përgatitur këtë, thjesht përzieni një lugë gjedhe vaj kokosit të trash me një lugë çaji sodë buke dhe masazhojeni fytyrën me majrat e gishtave. Pas përfundimit të masazhit mund të lani shtresen dhe ta lini të veprojë për disa minuta, sikur të ishte edhe një maskë hidratuese. Për ta hequr atë, përdorni ujë të ngrohtë, të cilën mund ta pastroni lëkurën me një peshqir për të hequr të gjitha mbeturinat. Skrap për fytyrën me sodë buke dhe limon.
Ata që kanë lëkurë të yndyrshme dhe me puçra me pika të zeza një herë në muaj mund të përdorin një shtresë pastruese me baza bikarbonati dhe limoni. Kjo shtresë përgatitet me një lugë çaji sot buke dhe lëng limoni, sa për të marrë një masë të trashë. Duhet ta aplikoni në fytyrë, të masazhoni dhe ta lini për disa minuta dhe më pas ta shplani mirë. Një masë e vogël paraprake. Nëse lëngu i limonit nuk i qet plotësisht në kontakt me rrezet e diellit, mund të shkaktojë njolla të dukshme në fytyrë. Ndaj është më mirë që këto maska t'i aplikoni në mbrëmje përpara gjumit. Si gjithmonë, bëni kujdes mos e teproni. Skrabi i fytyrës me sodë buke është aleat i shkëlqyer për lëkurën, por është mirë të shmanget përdorimi i tij shumë i shpeshtë. pH-i i bikarbonatit është në fakt 9, që është baza. Prandaj përdorimi i tij afatgjat mund të shkaktojë ndryshime tepër të larta të pH-it të lëkurës, midis 4.2 dhe 5.6, ose mund të bëhet pak acid. Këshillet që të gjithë duhet të kombinoni sodën e bukës me përbërës të tjerë, si për shembull maskat, ashtu dhe shtresat, dhe të mos përdoren kur vetëm, pasi mund të acarojnë edhe pjesën e lëkurës suaj. Tashmë e dimë se soda e bukës mund të përdoret në shumë receta, duke na dhënë rezultate vërtet efektive. Megjithatë, ky produkt shtëpiak mund të përdoret gjithashtu për të bërë një maskë fytyre, citon eksperti. Një maskë eksofiluese për fytyrën me sodë buke do ta bëjë lëkurën tuaj më të freskët, më të butë dhe gjithashtu do t'jap edhe disa lehtësime të duhura në situata stresuese të saj. Por si të përgatisni këtë maskë në kushte shtëpie për të marrë rezultate të duhura? Përzieni 3 pjesë sodë buke me 1 pjesë me ujë. Masazhoni lëvizje rrethore për të hequr kështu qelizat e vdekura të lëkurës dhe e lini për disa minuta, dhe më pas e shplani atë lehtë dhe lehtë. Kjo maskë eksofiluese me sodë buke jo vetëm që do të heqë qelizat e vdekura të lëkurës, por gjithashtu do të hapë pore dhe do ta lërë lëkurën tuaj më të pastër dhe më të shëndetshme. Për më tepër, eliminon njollat dhe pikat e zeza, duke përzier pak sodë buke me një shtrydhje limoni dhe aplikoni në çdo njollë. E lini të veprojë gjatë gjithë natës dhe shplani fytyrën tuaj me ujë të ngrohtë në mëngjes. Kështu, rezultatet e kësaj recete do të jenë të menjëhershme. Maska me kanellë, sodë buke dhe mjaltë dhe limon për të eliminuar qelizat e vdekura të lëkurës. Përbërësit që duhen janë 2 lugë çaj me sodë buke, 1 lugë çaj me kanellë, 1 gjysmë limon i shtrydhur, 5 lugë çaj me mjaltë. Përzieni të gjitha përbërësit bashkë derisa të formohet një masë homogjene. E vendosni mbi fytyrë dhe e lini të veprojë për 15 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të ftohtë. Kanella ka në përmbajtje të saj përbërës me veti antiinflamatore që parandalojnë shfaqjen e njollave në lëkurë dhe ndihmojnë në reduktimin e akneve dhe poreve të bllokuara. Ndërkaq mjalti ka efekte antioksiduese që japin butësi në munguar fytyrën tuaj. Maska me sodë buke dhe qumësht gjithashtu mund të jetë një aleat e shumë e mirë e shëndetit tuaj të lëkurës. Kjo maskë është ndër maskat më të shpeshta që mund të largojë edhe problemet e saj, pasi ka veti efektive hidratuese dhe shërben për të qetësuar lëkurën dhe gjithashtu mund t'jap një lehtësi më të mirë të saj. Sidomos mund të evitoni ekspozimin e lëkurës së fytyrës, sidomos pas këtyre maskave me një herë në diell. Përzieni të 2 përbërësit siç janë. 1 lugë çaj sodë buke me 2 lugë gjelle me qumësht, derisa të formohet një masë e njëtrajtshme. Më pas, me ndihmën e një sfungjeri të butë, e aplikoni në fytyrë dhe e lini për 30 minuta. Më pas e shplani atë edhe e lani me ujë të bollshëm. Kjo është një mënyrë alternative që në kushte shtëpie mund të japë rezultate shumë të mira në reduktimin e problemeve të njollave të fytyrës. Është e rëndësishme që nëse keni një lëkurë të ndjeshme që acarohet lehtë, këto receta të mos përdoren. Ndjekja e trajtimeve të duhura në kushte shtëpie do t'i sigurojë lëkurës së fytyrës suaj një zgjedhje mjaft të mirë lehtësuese kundër acarimeve të përditshme. Sigurohuni që t'i përdorni si duhet këto receta në përditshmërinë tuaj dhe vlerat e tyre në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës do të jenë të menjëhershme. Është e rëndësishme që nëse keni inflamime ose probleme të lëkurës, mos i aplikoni maskat me sodë buke. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.